e Palestinës. Kemi pasur edhe biseda të mëhershme, sidomos në OKB, thuajse të gjithë shtetet e Perëndimit me përjashtim të Gjermanisë dhe SBA-s, vetëm ata janë që nuk e kanë pranuar Palestinën dhe kuptohet që kjo është një shtytje për autoritetet palestineze që të arrijnë një kompromis, për shkak se janë më optimistë se mund të realizojnë dëshirën e tyre për një shtet të pavarur palestinez. Tani kush do të kontribuojë, sipas presidentit Trump dhanë edhe shtetet islame, dhanë kontribut që të arrihet kjo paqe, ndër ata është edhe Turqia, Indonezia, Pakistani. Kuptohet këtu përjashtohet Irani, për shkak se nuk ka negociuar, por edhe Irani e mbështet paqen në Gaza. Tani e gjithë propaganda e Izraelit është se palestinezët i mbajnë pengje disa sipas tyre civil, por ne e dim që ata nuk janë pengje, janë rrok lufte të cilat janë zënë në fushbetej dhe që do të lirohen. Dhe nëse ata lirohen, atëherë e gjithë propaganda e Izraelit do të bijë në ujë, për shkak se nuk kanë si arsyetojnë sulmin e Gazës. Për shkak se ata nuk mund të arsyetojnë se hakmeten, për shkak se 10 fish apo 100 fish janë hakmerur për ata që ka ndodhi në të vitin 23. Dhe shpresoj se janë këta lajme të mira. Unë besoj që ka edhe një presion nga popullata civile kundrejt Hamasit që të arrijnë paqe, për shkak se janë të lodhur, janë të uritur, të raskapitur dhe vdesin nga sëmundje të ndryshme. Dhe nëse arrihet një paqe në Gaza është për të përshëndetur. Por nuk duhet të harrojmë që kjo mund të jetë edhe një mashtrim, për shkak se presidenti Trump, si duket me pasion të madh, e pret ta merr çmimin Nobel, dhe mund të jetë një pushim afatshkurtër që do të lëshojnë pengjet dhe do të lavdrohet presidenti Trump se tani meritoi çmimin për paqe, dhe mbas ceremonisë të çmimit Nobel mund të vazhdojnë luftimet dhe gjenocidi mund të vazhdojë. Pra asgjë nuk është e sigurt. Në fakt, këtu duhet ndalem edhe unë sa i takon narrativës që po synon të ndërtoj presidenti Trump. Pra, a është ky realisht një plan serioz për të ndalur luftimet edhe për të ndryshuar kursin e gjithë këtij konflikti për mirë, sigurisht, apo është thjesht një marrëveshje e përkohshme Trump-Netanyahu thjesht për të ndryshuar këtë narrativën ndërkombëtare dhe pastaj për të rikthyer tek interesat e Izraelit? Si e sheh në një plan afatmesëm? Po kjo do të konsiderohej si një plan serioz nëse në politikën e Izraelit do të kishte ndryshime. Po ne e dim që kryeministri i Izraelit, i cili është i akuzuar për krime lufte, ai do të vazhdojë të mbetet në pushtet. Dhe gjatë gjithë karrierës së tij, ai ka thënë se jam kundër formimit të shtetit të Palestinës, dhe ja e trovej fytyrën e vete, kur me 10 mijëra apo 100 mijëra civil janë vrarë në udhëheqjen e tij të shtetit të Izraelit. Dhe ndikimi i tij është i madh në Kongresin Amerikan, në politikën amerikane, në vetë presidentin Trump, në mediat amerikane, dhe çdo herë duhet ta marrim ne me rezervë se sa është i sinqert qëllimi i kryeministrit të Izraelit që ta implementojë të gjitha ata obligime që do t'i marrë nga kjo marrëveshje. Të gjithë janë skeptik, edhe pushtetësit e shteteve islame, po edhe vetë ata banorët e Gazës janë skeptik se do ta implementoj, po nuk është se kanë shumë zgjidhje. Unë këta mund të bëj një krahasim me luftën ballkanike në vitin 1913, kur Esad Pash Toptani e mbronte Shkodrën, edhe pse gjithë qytetet tjera të Ballkanit kishin kapitulluar, ishte vetëm Esad Pasha i cili qëndronte në Shkodër dhe kishte uri të madhe tek shkodranët. Dhe civilët e lutnin Esad Pashan që të arrijë një marrëveshje që të mund ata të ushtiheshin përsëri. Dhe si përfundim, Esad Pasha arriti një marrëveshje që të dorëzohej qyteti Shkodrës, por sipas kushteve që ai i dha. Dhe kjo mund të konsiderohet me rastin e Hamasit. Pra, banorët e Gazës të gjithë e lusin udhëheqësinë e Hamasit, që të arrijë një marrëveshje, që të liroj robërit e luftës, që të mund të ushqehen dhe të stabilizohen, për shkak se nuk është më e qëndrueshme mbas 2 viteve luftime. Një jetë për ata kuptohet që nuk mund të flitet për një normalitet, po që të paktën të kenë një frymë dhe të kenë
një kore të bukës që mos vuajnë fëmijë pleqe të sëmurë. Kjo është situata për fat të keq. Zoti Dauti, tashmë apo teston Donald Trump fuqitë e SBA-s, pra cilat janë paralemrimet që po u dërgon jo vetëm Hamasit, por edhe Iranit dhe Rusisë? Po tani ne kemi biseduar për kapacitetet e SBA-s. SBA-ja nuk është ajo superfuqi ushtarake që ka qenë në vitet e 90-ta. Bota ka ndryshuar shumë, koalicionet ka ndryshuar. Së fund me i pash në lajmet që Putini dhe kryetari apo lideri i Koreas së Veriut kishin bërë një marrëveshje tjetër ushtarake. Pra vetëm Korea Veriore ka 4 milion ushtarë të gatshëm për luftë. Më shumë se 1 milion i ka Rusia, pra bëjmë 5 milion ushtarë të gatshëm për luftë. SBA-ja nuk e dia i ka edhe gjysmë milion ushtarë. Pra është absurde të besohet që Trumpi mund të kërcënojë ndonjë shtet me përmasa të tilla. Trumpi mund të kërcënojë vetëm Palestinën, Trumpi mund të kërcënojë Yemenin, ku pati një tentativë ushtarake që ta ndroi regjimin e Yemenit, qeverin e Hutit, ku edhe gjithë dështojnë pas një muaj, dhe tani ai do të përqendrohet në shtetin e Venezuelës, ku shpreson që mund të bëjë trazira, dhe ndoshta do të kemi një luftë apo një tentativë për grushtetin me mbështetje të amerikanëve në Venezuela, por këto do të ndodhin në fund të tetorit, pasi që të jepet çmimi për Nobel. Pra në këta 2-3 javë do të kemi një qetësi relative në marrëdhëniet ndërkombëtare, për shkak se ka vendosur Trumpi me çdo kusht ta marrë çmimin Nobel dhe nuk don që të iniciojë ta quajmë zjarre të reja në botë. Dhe për fat të keq të gjithë liderët botror, përfshi këtu edhe kryeministrin e Shqipërisë, e tallin presidentin Trump. Ne kemi dialogun e Ramës me Macronin dhe i lidet të Azerbejxhanit, të cilët e tallin. Mirë, po ajo është një sken që e kapi fotografia apo videoja. Mirë, po ne çka merrim me marrëdhëniet ndërkombëtare, i dim këta biseda çka bëhen. Pra Trumpi ka ardhur në një situatë ku nuk merret seriozisht, tallet në për takimet ndërkombëtare. Dhe përderisa insiston me çdo kusht që ta marrë çmimin Nobel, ndoshta edhe do t'ja japin çmimin Nobel, po kjo do të ishte një turp i madh për marrëdhëniet ndërkombëtare, për shkak se një njeri që për një vit e ka sponsorizuar me financa dhe me armatim gjenocidin ndaj fëmijëve dhe ndaj krave dhe ndaj pleqjve, ta marrë çmimin Nobel, kjo është një absurditet i madh. Po kjo vetëm tregon se në çfarë situate të keqe kanë arritur diplomacia ndërkombëtare, dhe kjo është shenjë se paqetër duhet të ndryshojë rendi botror dhe të kemi një rend botror më të drejtë, dhe shpresojmë që kjo të ndodhë së shpejti. Mirë, kalim në një çështje tjetër, tani frymëzim te Ukraina në takimin e margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti Trump i tha homologut të Ukrainës Zelenski se është i gatshëm të heqë kufizimet mbi përdorimin e armëve amerikane me rrezet i gjatë veprimi nga ana e Kievit, me qëllim që të sulmojë objektivat brenda territorit rus, duke përfshirë këtu te këto raketa edhe raketa Tomahawk. Tani, pyetja është, përmes këtij veprimi apo i afrohet Shtetet Bashkuara të Amerikës një përplasje të drejtë për drejtë me Rusinë, pra duke i hapur derën Ukrainës që të përdor raketat me rrezet gjatë veprimi. A është kjo shkelje e një vije të kuqe? Shumë vija të kuqe janë shkelur, dhe si duket Putini është gjak ftohtë, nuk reagon në shpejtësi të madhe. Ai thotë që nëse raketat Tomahawk do të përdoren, kjo do t'i prish marrëdhëniet me SBA. Nuk thotë që kjo është një vije kuqe dhe ne do ta sulmojmë. Pra edhe nëse ata përdoren, besoj që Rusia ka një sistem mbrojtës kundër ajror shumë të fuqishëm, të sofistikuar, dhe janë të gatshëm dhe i kanë bërë kalkulimet e tyre se nuk do të dëmtohet Rusia edhe nëse ato raketa përdoren. Kemi raketat HIMARS, të cilat përdoren prej fillimit të konfliktit. Dhe ata po ashtu gjuhen apo i kontrollojnë vetë ushtarët amerikanë, për shkak se ukrainasit nuk dinë t'i përdorin ato. I kemi sistemin mbrojtës Patriot, të cilat përdoren, po ashtu amerikanët, ushtarët amerikanë apo oficierët, inxhinierët amerikanë janë në teren në Ukrainë. Dhe është një luftë e nxehtë në Ukrainë mes NATO-s dhe Rusisë, dhe si duket Rusia është duke dalë fitimtar, dhe me gjak ftohtësi e vazhdojmë luftën. Sot kemi
pashpërsim të frontit në Ukrainë, për çdo vitim i goditjes në sistemet e energjisë të Ukrainës. Dhe nëse kjo vazhdon kështu, ndoshta për 6 muaj Rusia do të dalë fitimtare në këtë luftë, për shkak se kapacitetet e perëndimit aq ishin, aq mund të ndihmojnë, si me armatime, si me financa. Rusia është një kala e pamposhtur, edhe kjo e tregon këta 3-4 vite se është e aftë që vetë të rezistoj kundër gjithë perëndimit apo gjithë perëndimit kolektiv, dhe nuk ka asnjë rrezik dhe nuk frigohet as pak nga forca ushtarake e SHDA-s apo nga sanksionet ekonomike të cilet ata i kërcënojnë. Kjo në sajt të forcës së tyre, ekonomisë së tyre dhe aleatëve të cilet i kanë bërë gjatë këtyre viteve të fundit, me mbështetje të Kinës, me Koresë së Veriut, me mbështetje të Iranit dhe marrëdhëniet e mira me Indinë dhe me shtetet islame, përfshi këtu edhe Turqinë, e cila nuk i ka vënë sanksione Rusisë. Rusia lehtësisht do ta vazhdoj këtë luftë deri në fitoren, të cilat së shpejti mund edhe të ndodhë. Qartë, mirë zoti Daudi, për të mbyllur, sepse kemi arritur në fund, cili është mesazhi që i dërgon pra ky sinjal aleatëve europianë që deri më tani kanë frenuar edhe dërgimin e armëve me rrezet të gjatë veprime? Tani, mesazhi është se Evropa nuk do të tërhiqet nga kjo luftë, dhe Amerika vetëm do ta furnizojë në armatime Evropën, për shkak se ata nuk do të shkojnë drejt për drejt prej Amerike në Ukrainë. Amerika do t'ja shes Polonisë apo Gjermanisë ata armë dhe kuptohet që për ato do të paguajnë vetë evropianët. Ky është mesazh se Evropa nuk ka të armë, për shkak se do të fokusohen në një luftë e cila nuk mund të fitohet dhe që ka koste të madhe, për shkak se pasi të humbet edhe lufta në Ukrainë, i numri i madh i emigrantëve që gjenden në perëndim do të mbeten atje dhe ajo është një kosto e madhe për shtetin social të shteteve të Evropës, po edhe pritet dikon të ketë 3-4 milion, apo ndoshta edhe më shumë refugjat të tjerë, që mbasi që të bie qeveria e Ukrainës, ata nuk do donin që të jetonin në një shtet që do të jetë në ndikimin e Rusisë dhe do të migronin në perëndim, dhe kjo tregon se perëndimi e pret një fazë e vështirë dhe se marrëdhëniet kombëtare do të jenë të komplikuar të paktën në jashtë. Se çfarë do të ndodhë mbas një dekade, kjo është çështje tjetër, po jemi të sigurt që marrëdhëniet ndërkombëtare pas një dekade do të ndryshojnë tërësisht. E qartë, mirë, zoti Daudi, kemi arritur në fund. Faleminderit për informacionet. Faleminderit. Ju faleminderit. Kënaqësi. Mirë, Egon, për të mbyllur bisedën së bashku, ashtu si e tham pra edhe në fillim, Donald Trump ka thënë pra në rrjetin e tij social se vlerëson që Izraeli ka ndalur përkohësisht bombardimet në mënyrë pra që të jap edhe një shans lirimit të pengjeve dhe marrëveshjes së paqes për të përfunduar, dhe ndërkaq nga ana tjetër i ka bërë dhe thirrje Hamasit për të veprojë pavonesa. Sa paqe është realisht, Egon? Aktualisht, mendoj që jemi vetëm në fazën e parë në tryez armë pushimi përkohshëm, lirime pengjesh të burgosurish, deeskalim dhe sidomos ndihmë humanitare që është shumë e nevojshme për popullsinë, është jetike për popullsinë civile. Duhet të theksojmë që luftimet ende nuk janë ndalur plotësisht, ka pas raportime për disa humbje jete edhe gjatë këtyre ditëve të fundit kur skadonte afati ultimatumit presidentit Trump për arritjen e një armë pushimi dhe të një marrëveshje, që do thotë që paqja është ende shumë e kushtëzuar dhe as pak e konsoliduar. Tani, sigurisht, ultimatumet janë deklarata publike, deklarata të forta politike dhe patjetër që japin presidentit Trump edhe kapital elektoral për qëllime të brendshme dhe për qëllime të narrativës së tij ndërkombëtare. Si është rolin e SHBA-s, pra, a është vërtet si një ndërmjetës të paanshëm apo nga ana tjetër është më shumë krah Izraelit, pra si një bashkëloptar po e shuar?